Devijohet përsëri trafiku në kryeqytet, ndërkohë që Bashkia e Tiranës ka bërë publike një tjetër skem qarkullimi për automjetet. Në një deklaratë për media, drejtoresha e transportit pranë Nereida Hoxha ka bërë të ditur se në sheshin Italia do të ndërpritet qarkullimi për shkak të punimeve dhe do të realizohet pas stadiumit Qemal Stafa me 2 sense. Bashkia e Tiranës do të vërë në zbatim një skem të ri të qarkullimit të mjeteve në këtë zonë. Atëherë, sheshi Italia do të jetë i bllokuar për gjatë gjithë kohëzgjatjes së punimeve. Mjetët do kalojnë nga mbrapa stadiumit Qemal Stafa në rrugën Dervishima për të lidhur pastaj me rrugën Elbasane. Rruga do jenë me 2 sense dhe me ndalim qëndrimi 24 orë. Për të lehtësuar rrjedhjen e trafikut, Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë riparimin e rrugëve në këtë zonë, si dhe do të shpërndajmë njoftimet në bashkëpunim me Policinë Bashkiake për gjithë rezidentët e zonës, si dhe nëpër subjektet që kryejnë aktivitet në këtë zonë, ku të njoftohen për vënien në zbatim të skemës së re. Ndalimi i qarkullimit në këtë shesh u vendos për shkak të fillimit të punimeve për ndërtimin e parkingut nën Toksor. Ky parking do të jetë me 4 nivele dhe do të ketë një kapacitet prej 1000 automjetesh. Ky investim ka vlerën e 1.6 miliard lekëve dhe pritet të përfundojë brenda një viti.